Komisioni Qendror i Zgjedhjeve priti 19 delegacione nga trupat e menaxhimit zgjedhor të vendeve të ndryshme të botës dhe organizatave që operojnë në këtë fushë, përfaqësues të KQZ-ve nga Armenia, Azerbajxhani, Bosnja, Estonia, Gjeorgjia, Finlanda, Suedia, Turqia e të tjera, ndodhen në vendin tonë në kuadër të programit të vazhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve, i cili zhvillohet për herë të dytë nga KQZ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thekson se i ka njohur me përgatitjet e procesit zgjedhor, mënyrën e funksionimit të komisioneve zgjedhore të niveleve të dyta dhe të treta, monitorimin e fushatës, etapat dhe ecurinë e procesit, identifikimin elektronik të zgjedhësve, votimin e të tjera. Sipas KQZ-s është prezantuar një tablo e plotë e masave të marra për të garantuar integritetin e procesit dhe transparencën e administrimit zgjedhor. Ata u njohën edhe me përpjekjet institucionale bashkë me SPAK-un dhe prokurorinë e përgjithshme për të luftuar krimet zgjedhore dhe shmangjen e përdorimit të burimeve shtetërore në fushat. Programi vazhguesve ndërkombëtar synon që të prezantojë jo vetëm eksperiencën shqiptare të përgatitjes, menaxhimit dhe administrimit të proceseve zgjedhore, por edhe të ofrojë përvojën e risive të suksesshme që Shqipëria ka implementuar në procese zgjedhore, si identifikimi elektronik apo votimi nga jashtë. Delegacionet e trupave të menaxhimit zgjedhor do të vëzhgojnë ditën e zgjedhjeve dhe do të njihen me disa nga pikat turistike e kulturore të vendit tonë.